nga zemra, siç do të flisja familjes sime. Sot jemi mbledhur në kuvent të jashtëzakonshëm të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të dytin këtë vit, të katërtin në 5 vitet të mandatit tim, të thirrur me kërkesën e së paku 1/3 së delegatëve të kuvendit tonë. Këtë kuvend nuk e kam thirrur, ky kuvend më është thirrur. Dhe thirrja e kuvendit nga delegatët tonë është një mekanizëm krejt demokratik që statuti ynë e njeh dhe si kryetar i LDK-s e kam konsideruar detyrim të respektoj pa asnjë hezitim këtë nisë. Dhe ç'është më e rëndësishmja, të mbajmë kuvendin pas një ditë vonesë. Tani, në historinë tonë të madhe partijake, kuvendet si platformë e shpërfaqjes më të lartë të demokracisë janë parë gjithmonë si fest, sepse për ne demokracia është fest. I kemi quajtur fest, i kemi trajtuar si fest, i kemi kujtuar si fest gjitha proceset tona demokratike. Por sot më duhet të them me keqare të madhe se këtë kuvend as nuk e ndjej e as nuk e shoh si fest. Dhe të mbeteni të sigurt se as antarësia jonë e lënduar për ndryshe shumë, as nuk e sheh e as nuk e ndjen të tillë. Sepse për herë të parë në historinë tonë 37 vjeçare, nuk po mlidhemi për të zgjedhur, po mlidhemi për të rrëzuar. Për këtë është mbledhur LDK-ja sot, për të rrëzuar. Dhe pavarësisht rezultatit përfundimtar, që kjo ditë e sotme do ta nxjerrë, një gjë na mbetet e sigurt se në historinë politike të LDK-s